Miq të mirë të Kinotekës, ja ku po ritakohemi edhe këtë të mërkurë, është data 7 maj, po ju si keni qenë? Po ti Viola si ke qenë? Unë kam qenë shumë mirë. Tani jam mirë? akoma edhe më mirë se di që edhe ky episodi i Kinotekës premton shumë. Një të ftuar shumë interesante, sugjerime po ashtu. Shumë interesante që vlen qoftë filmat të shihen, qoftë edhe libra të lexohen. Sigurisht me ditët e majt, ditët e bukura të majt, vijnë edhe personazhe gjithmonë më të bukur edhe këtu në Kinotek në Sol. Ne do të nisim me një herë, së pari t'ju themi për çfarë do të flasim, cili është zhanri ku do të përqendrohemi sot, dram, romans, biografi, por edhe në këtë 7 maj, në vite të ndryshme në kinematografi, po jo vetëm, kanë ndodhur ngjarje të rëndësishme të cilat vlen ti përmendim edhe një herë dhe do të nisim me të parën. Mirë, në 7 maj të vitit 1861 lind Rabindranath Tagore, poeti dhe filozofi i famshëm indian që do të fitonte çmimin Nobel për letërsi në vitin 1913. Gjithashtu, Tagore është edhe kompozitori i himnit kombëtar të Indisë dhe Bangladeshit. Vazhdojmë me 7 maj në vitin 1867, lind Vladislav Reymond, shkrimtari polak, fituesi i çmimit Nobel për letërsi në vitin 1924 për romanin The Peasant. Në vitin 1901, në 7 maj, lind Gary Cooper, aktori famshëm amerikan, fituesi 2 çmimeve Oscar për aktorin më të mirë në vitin 1942 dhe 1953 dhe fitues gjithashtu i çmimit Oscar të nderit për kontributin e tij në kinematografi në vitin 1961. Dhe mbyllim me vitin 2017, filmi indian Bahubali 2 The Conclusion bëhet filmi më fitimprurës në historinë e kinematografisë indiane me plot $120 milion të ardhura. Mirë dhe nga ky moment kyç për kinematografinë indiane, do të kalojmë tani tek sugjerimet e filmave. 5 filma dhe 2 libra. Do ta nisim fillim me filmat. I përmendim shkurtimisht së pari, Frida i vitit 2002 nga Julie Taymor, Lost in Translation i vitit 2003 nga Sofia Coppola, The Hours i vitit 2002 nga Stephen Daldry, Lady Bird i vitit 2017 nga Greta Gerwig. Shkojmë tek sugjerimi i fundit, Call Me By Your Name i vitit 2017 nga Luca Guadagnino. Mirë, tani do të ndalemi pak më gjatë tek secili prej filmave. Do ta nis me Fridën e vitit 2002 të Julie Taymor, një film biografik që tregon jetën e artistes meksikane Frida Kahlo, një figurë ikonike e artit dhe aktivizmit. Me interpretimin e shkëlqyer të Salma Hayek, ky film thekson pasionin e Fridës për artin dhe dashurinë, duke eksploruar edhe dhimbjen, edhe vuajtjet e saj fizike dhe emocionale. Kritikat ishin pozitive dhe Hayek u nominua për Oscar për rolin e saj, ndërkohë që filmi mori 2 çmime të tjera Oscar. Ky film pati ndikim të madh në popularizimin dhe njohjen e figurës së Frida Kahlos dhe shto gjithashtu njohurit edhe për kulturën meksikane. Vazhdojmë tek Lost in Translation i vitit 2003, Sofia Coppola, një film që thekson ndjeshmërinë dhe pasiguritë që mund të shfaqen kur 2 persona takohen në një vend të huaj të larguar nga jeta e zakonshme. Bill Murray dhe Scarlett Johansson ofrojnë një performancë të paharrueshme si 2 personazhe të humbura që krijojnë një lidhje të thellë. Filmi u vlerësua shumë për mënyrën se si trajton temat të jetës, veçanërisht ndjenjat e vetmisë dhe kërkimin e kuptimit në një qytet të huaj si Tokyo. Do të shkojmë tani tek The Hours i vitit 2002 nga Stephen Daldry. Ky film ndërthur 3 histori të ndryshme të lidhura me jetën dhe krijimtarinë e shkrimtares së famshme Virginia Woolf, si dhe ndikimin që ka pasur ajo tek 2 gra të tjera. Me një cast të shkëlqyer aktoresh si Nicole Kidman, Julianne Moore dhe Meryl Streep, filmi thekson tensionet emocionale dhe sociale që gratë përjetojnë në jetën e tyre. Nicole Kidman fitoi çmimin Oscar për rolin e saj si Virginia Woolf. Ky film është i njohur për stilin e tij të pasur vizual dhe trajtimin e temave të depresionit, pasigurisë dhe identitetit. Vazhdojmë tek sugjerimi i radhës, Lady Bird i vitit 2017 me regji të Greta Gerwig, një dram me nota komedie që trajton periudhën e rritjes së një vajze adoleshente në një qytet të vogël në Kaliforni. Saoirse Ronan ofron një performancë brillante si Kristen, pra Lady Bird, një vajzë që kërkon të shkojë përtej kufive të qytetit të saj dhe të gjejë vetveten. Filmi u vlerësua për qasjen e tij të natyrshme dhe të sinqertë ndaj adoleshencës, marrëdhënies komplekse me prindrit dhe kërkimin për liri. Greta Gerwig u nominua për Oscar për regji, ndërsa filmi mori gjithashtu shumë çmime dhe nominime, duke përfshirë nominimin për çmimin e filmit më të mirë.
Call Me By Your Name, 2017, Luca Guadagnino. Një histori dashurie e thellë dhe emocionale gjatë stinës së verës në Itali, po patjetër ku tjetër. Me interpretime të shkëlqyera të Timothy Chalamet dhe Armie Hammer, ky film ka tërhequr vëmendjen për mënyrën e ndjeshme dhe të bukur se si e trajton temën e dashurisë dhe identitetit seksual. Filmi u vlerësua me Oscar për skenarin më të mirë të përshtatur dhe ka pasur një ndikim të madh në kinematografinë moderne, duke hapur diskutime për dashurinë mes dy burrave dhe përpjekjet për të jetuar këtë dashuri në mënyrë autentike. Dhe sikurse e dini, këtu në Kinotek kemi edhe sugjerime librash, kështu që shkojmë menjëherë edhe tek librat, të cilat në fakt lidhen me të ftuarën që do të bashkohet në studion e Kinotekës vetëm pak minuta më vonë. Lindur së prapthi vitit 2022, besoj ju tingëlloni njohur si titull libri dhe qartazi mund ndoshta të dini edhe autoren, është pikërisht Rita Petro. Dhe po ashtu, Vrima e vitit 2014 nga e njëjta autore, e cila do të jetë këtu në studion e Kinotekës vetëm pak më vonë, sikurse dhe ju tham. Nisim me të parin, flasim pak shkurtimisht për të. Lindur së prapthi është romani i parë në prozë në fakt i Rita Petros. Të gjithë e njohim Ritën si poete. Në fakt me këtë roman viti 2022 ajo bëhet edhe prozatore tashmë. Romani sjell një vështrim të veçantë mbi jetën gjatë periudhës komuniste. Në këtë libër autoria përdor një stil të pasur dhe emocional për të përshkruar përjetimet e një fëmie që rritet në një kohë të caktuar, duke e vënë theksin pra te ndjeshmëria dhe te liria e individit që në atë kohë mungonin. Dhe Vrima e vitit 2014 nga Rita Petro, po prap është një vëllim me poezi që trajton tema të ndjeshmërisë, pasioneve, forcës femërore, tabu her pas here. Në këtë libër autoria, sikurse e përmenda edhe pak më sipër, thyen tabut e shpalosjes së ndjesive dhe dëshirave, duke sjellë një qasje të re dhe të guximshme në poezinë shqipe. Ne do kemi mundësinë që ti trajtojmë tematikat e jo vetëm këtyre dy veprave, po edhe më në përgjithësi të veprave të tjera të Rita Petros, vetëm pas pak, sepse do ta kemi atë të ftuar në studio. Po përpara kësaj do të dëgjojmë Karma Police nga Radiohead. Shijojeni. Ja ku jemi rikthyer dhe tani në kuadër të filmave që ishim duke diskutuar së bashku Viola, filmave që kanë brenda tyre një figurë të gruas, një reflektim mbi rolin e saj në shoqëri, po një reflektim gjithashtu edhe mbi botën emocionale, mbi dashurinë. Padyshim, kemi kënaqësinë që ta vazhdojmë këtë emision, këtë puntat me një personazh shumë të veçantë dhe të dashur gjithashtu. Një personazh për cilin un kam një vlerësim të jashtëzakonshëm, për vetë faktin që ajo çfarë duket tabu për botën është e zakonshme në librat me poezi apo qoftë edhe prozë të Rita Petros. Mirë se erdhen në Kinotek. Mirë se erdhe. Dhe për mua është një kënaqësi e madhe kur ju kam parë podcastin tuaj, se tani ka shumë podcaste, po kam e dua më në fund edhe një podcast shumë i mirë, përveç 2-3 që më vlerësoj, po që keni qenë të preferuarit e mi, dhe është e habitshme që kur mora telefonatën tuaj, për ftesë e pranova me shumë. E di që kjo që thua është e vërtetë, sepse ma ke thënë edhe përpara regjistrimit, kështu që e besoj dhe të falenderoj shumë. Nuk më duket Rita me na lejo të drejtohemi me ti. Patjetër. Nuk më duket ai njeriu që mund të bëj lajka edhe të bëj shefin, no? Për sa kohë është aq. E ti kam një fjalë të mirë e them, po jo kaq të veçanta, i them fjalët vetëm kur i besoj. Dhe e besoj edhe këtë që thua ti Viola, që Rita nuk është nga ata persona që bën lajka, sepse në fakt pena e Ritës është shumë e fortë. Rita di të kritikojë, di ta përdor tamam, po përdor një figurë letrare. Rita përdor penën si thik, që çan mishin për të parë se çfarë ka brenda në fakt. Sa e bukur, më pëlqeu shumë kjo. Më erdhi spontanisht, nuk e kisha menduar më përpara këtë moment. Shumë njerëz presim nga kritikët gjëra të tilla dhe ke shkuar tamam tek një poezia ime, e cila është që tamam ato dhimbjet e lindjes që provon gruaja, që mund të provojë vetëm gruaja dhe ju burrat nuk e keni këtë privilegj që ndjen, që shtyn me forcë poshtë, edhe në fund fare thot, po çfarë është kjo që kam në dorën time që ka truri jashtë? Pse a mund të mendoj dhe a mund të shkruaj njeriu me trurin e larë në gjak në duart e mia? Është pak makabre, po ajo që thatë ju ma kujtoi pikërisht këtë poezi. Më vjen mirë.
Dhe në fakt ka libra që janë shkruar për të zbukuruar botën, por veprat e tua duken si përpjekje për ta zgjuar. Pse ky stil? Natyrshëm dikush do të pyeste, mos ndoshta të gjesh një mënyrë të tillë për t'u afruar tek publiku të jep akoma edhe më shumë sukses sepse po zgjedh diçka që të tjerët ndoshta stepen ta bëjnë apo vjen natyrshëm. Me thënë drejtën, Viola, më pëlqen për këtë pyetje, se nuk është se ma kanë bërë, po në realitet është që unë kam një ndryshim shumë të madh si rrit në jetën e përditshme, në mënyrën si punoj, si komunikoj me njerëzit, dhe kam një ndryshim shumë të madh me stilin e të shkruarit. Do me thënë, ajo e gërsia ime, ajo papajtueshmëria ime ndaj veseve njerëzore, mendoj se më vjen shumë natyrshëm. Dhe vërtet, pena ime sa shkruan poezi lirike, ai shkruan dhe këto lloj poezish që në momentin e parë të duken vërtet tronditse, por në qoftë se ato janë tronditse që të bëjnë ty të shohësh brenda vetes tënde, ta çash ato veten tënde me një thik të lehtë, si një bisturi të lehtë për të parë se çka ke brenda vetes, atëherë ajo është vërtet tronditse dhe mua kjo, me thënë drejtën, më ka ardhur shumë natyrshëm. Kjo lloj sarkazmi, ironia, po jo se e kam me tjerët. Unë e bëj me veten time. Unë jam si ai mjeku i cili i provon edhe kur zbulon një ilaç, një gjë kundër viruseve. Jam tamam si ai mjeku që e provoj në trupin tim. Kjo, se unë shkruaj vetën e parë, dhe kjo më ka bërë, do me thënë që njerëzit ti trondisi, se ju duke si kur shkruaj për ata, unë fakt kam shkruajtur për veten time. Më vjen natyrshëm të të pyes, a zgjedhin njerëzit të jenë si përfaqësor, po themi që mos shohin tek e brendshme, mos t'i analizojnë thellë gjërat, vetëm për të marrë pak lumturi dhe për të mos u përfshirë, se ndonjëherë kur mendon gjatë për gjërat, bëhen aq të vështira sa që ta komplikojnë jetën. Shumica lexon vetëm titull, nën titull, ne e dim fare mirë, një sekond, një minutë, bën, s'bën. Kemi atë mentalitetin që poezia duhet të jetë romantike, poezia duhet të shkruaj për hënën ose sentimentale, ka humbur një njeri i dashur, edhe patjetër që është e mrekullueshme poezia e dritrohet në radhë të librave domgjesh dhe lotojmë të gjithë, por ka edhe poezi që të trondisin dhe që e shohin komplet përmbys këtë raport që ja që dhe me mungesën tënde shkruaj unë, jeta që nga kaq e bukur. Do të ka dhe disa mënyra këndvështrimi të mungesës së njerëzve të dashur që si kemi më. Viti 2014, Rita, është viti kur pati një boom në opinionin publik prej vëllimit poetik Vrima, i cili u përzjodhe dhe si libri i vitit. Ndërkaq që vitin pasardhës, viti 2015, njëra nga poezit, mos gaboj, që është ajo me pull të kuqe, kujdes. Në 2015, do me thënë, unë mora çmimi, jo çmimi unë mora 2015 dhe me njërë mbas çmimit pati reagime. Se libri është votuar në 2014. Për shembull, nga poezia kujdes film me pull, vetëm një varg do guxoj që të lexoj, jo më tej se aq. Legjë njerëzit mund ta lexojnë gjendet kudo në rrjet, nuk është problem. Hiqi brekët dhe shih mes kofshëve. Tani në Shqipëri shpesh tabut nuk thuhen dhe lere më të shkruhen. A ka pasur momente që ke censuruar veten apo gjithmonë ke shkuar deri në fund? Deri në fund. Pse kam shkuar deri në fund? Ajo vjen, ato vargje vijnë brenda një konteksti të caktuar. Njeriu lind edhe bie në dorë të gjithë atyre që ne i quajmë institucione. Pra ai nuk do të lindi. Thot jam energji e Zotit, nuk dua të lind. Mjeku i thot e tërheq me zor. Mamaja i thot unë jam mamaja jote, je në dorën time. Babai i thot je në dorën time. Mësuesi i thot je në dorën time, dhe ai bie në duart e gjithë atyre që ne i quajmë institucione, mbi të cilat ndërtohet një shoqëri e caktuar. Dhe ky është një individ i cili është sjell me zor në këtë jetë, dhe që fetus mendon, a kam të drejtë unë të mendoj? Dhe në këtë rast, individi është femër, dhe në këtë rast ka rënë në duart e një mashkulli, i cili dhe për vete nuk e di se çfarë është seksi, dhe i thot, atëherë i thot, hajde të bëjmë këtë gjë. Përmes një dialektike, përmes një vulgariteti, po pse e kam bërë këtë vulgaritet? Vulgariteti ka lidhje me ekstremin tjetër. Ne na ushqejnë me pralla, princesha dhe princi kur putin njëri tjetrin nxjerrin
Xixa, nxjerrin lule, i shohim fëmijët, gjithë të puthje kaq të bukura, dhe nuk e përmendim seksin fare, dhe ai kur e put vajzën për herë të parë thot mua më duket sikur më fut gjua e gjarprit. Pra është një kontekst tronditës dhe un kam shkruar atje pikërisht në bazë të këtij konteksti. Po të lexosh vetëm ato dy vargje, jashtë çdo konteksti, çdo njeri do thotë ky është poezi. Në fakt ajo është poem. Poema ka rrëfim. Në shkollë të gjithë mësojnë se poema ka rrëfim dhe në atë poem ka edhe lirizëm, po ka edhe rrëfim. Zëre se kam shkruar një roman. Është një dialektik që zhvillohet mes të dyve. Është personazhi që i thot vajzën, po sa romane ke që i gjen fraza të tilla në roman. Pra duhet jemi më të kujdesshëm për të marrë kontekstin e një vepre, se nuk mund të shohim vetëm një varg dhe në bazë të tij të fillojmë pastaj të bëjmë këtë gjykimin në rrjetet sociale që janë kthyer si një gjyq i vërtet dhe këtu do doja të ndalesha në vijim. Të është dashur të paguash një çmim për revoltën në poezinë dhe prozën tënde. Duke marrë edhe shkas nga ky varg që e lexoi Egoni dhe që është përcjell patjetër me goxha reagim. Reagimet ishin të jashtëzakonshme, sa edhe për titullin Vrima, mua shpesh më kanë pyetur më kanë pyetur e ke bërë me qëllim. Gjë që s'ka ekzistuar fare qëllimi ke unë, sepse si mund të mendoja unë që një fjalë do të rondiste një shoqëri të të. Sa kur kam takuar Max Velo në rrugë atëherë, djes pas Maxi, më tha Rita, çdo gjë po zjente, po ti thjesht i hoqe i hoqe atë, do të thon bombës, i hoqe unazën, ti thjesht hoqe unazën. Pra, ideja është që unë nuk e kam menduar fare këtë reagim, sepse unë kam botuar shumë libra më përpara dhe kanë pas madje edhe poezi dhe vargje tjera që mund të quheshin skandaloze. Por jam njohur në rrethe letrare, ndërsa këtu më njohu populli. Bravo. Dhe populli nuk ishte mësuar me këto lloj vargjesh. Si reagon kështu? Sepse janë mësuar me dëgjone, po të shihni dhe tekstet e këngëve dhe gjithçka tjetër. Vim nga një sistem ku letërsia shqipe bazohet te poezia e partisë, pastaj poezia e dheut, poezia e nënës, do të thonë gjitha gjërat jemi brenda skematizmave të caktuara. Po është e çuditshme se si ne nuk reagojmë ndaj këngëve që shfaqin, po themi terma të tilla, ngjarje të tilla, por kur e shohim nga një poete, na duket çudi. Dhe femë. A ka të bëjë kjo vetëm me figurën femërore? Po, patjetër që ka, sepse nuk mund të pranohet. Dhe pasaj unë sulmova normale dhe si grua si femë. Dhe çfarë mendon që do ishte ndryshe reagimi nëse do ishte një poet? Aq e bukur është ajo historia, sa afrohet një burrë dhe një grua, se në atë kohë ishte vit i ri dhe kishim hapur një kiosë. Afrohet një burrë dhe një grua aty te ajo si librari e vogël që kishim hapur dhe ai zgjat dorën edhe zgjat dorën te libri Vrima dhe ajo grua i bie kështu. E çe dorën. Kështu që është a thua se ku e vendosi dorën? Po, ku e vuri. A thua se ku e vuri dorën? Rita, më lejo të lexoj një tjetër poezi tënden dhe të vazhdoj me pyetjen pastaj. Kënga e turmës, meqense po flasim për opinionin publik se s'po them turma. A e ndjen shpirti im, ne jemi këtu poshtë, marrim dhe japim me frymën e të tjerëve. Për ne të gjithë thuhet se jemi popull dhe turm mund të na quajnë. Nuk ka rëndësi. Ishe ata atjetej janë të droguar. Kush tha se droga të vdes ajo të bën të këndosh? Ata ndrojnë më bukur se ne. Smeren me shpresa tona të fikura, këndojnë muzik live. Ata fëmijët që shtyhen atjetej nuk i nxëvendi, kufit tani përmbysin, ndërsa prostitutat nuk kuptohen këndojnë apo qajnë. Mes nesh ka dhe qenër që lehin. Ku i dihet, nga muzika bëhen më të mirë. Si thua shpirt, nuk jemi keq këtu derisa këndohet. Pyetja ime është për popullin. Po e perifrazoj simbolikisht. Si e ndan Rita Petro guximin artistik nga provokimi i kot? Ku e vendos kufirin? Kjo është shumë e vështirë. Shumë e vështirë për të vendosur një kufi, sepse aty dallohet vulgariteti, që e shohim edhe për ditë, e shohim edhe në ekrane, vulgaritetin të njerëzve të paditur, të njerëzve ignorant, se unë mendoj një njeri i ditur, një njeri i lexuar, një njeri që ka një talent, luan gjithmonë tek ai filli. Te ai filli që i ndan këto të dyja. Në qoftë se unë shkruaj dhe jam shumë rahat me shkrimin tim, nuk do të rondis asnjë zemër dhe asnjë mendje njerëzore. Por në qoftë se luaj pikërisht tek ky filli dhe lexuesi i vërtet e do këtë
provokim. Sepse vërtet nuk ka kuptim pa këtë provokim. Se unë thjesht do sillja informacion. Do i rrufeja një ngjarje, bota është e mbushur me kronika, me ngjarje dhe me informacione. Dhe duke lujt te ky filli i mpret, po ta përmendim prapa të tehun e mpret të thikës, aty është ajo që na ndan. Është lojë rrezikshme. Pikërisht, prandaj vura në këtë ekuacion edhe opinionin publik, meqense për perceptimin e opinionin publik po flisnim. Shiko, turm, ne të gjithë mund të jemi pjesë e turmës. Unë kam një këndvështrim timi sepse të gjithë mund të jemi pjesë e turmës. Dhe në momentet caktuara në psikozë, kur ti të ka psikoza e turmës dhe nuk e ka të kesh mendimin tënd, edhe bashkohesh me turmën. Shahu turma dikë, një grua prostitut, si ajo që ta Krishtin dalni, mos i gjuani me gur, ti gjuaj ai që s'ka bërë asnjë mëkat, ose një politikan s'ka rëndësi, një figurë e cila ne nuk e dim si është realiteti dhe që edhe ne bëhemi pjesë e turmës. Ajo spiralja e heshtjes që do duhet ta respektojmë sepse jemi kundër rrymës. Pra dhe unë nuk e urrej asnjëherë turmës, se gjithë jemi, duam apo s'duam, jemi momentet caktuara pjesë e turmës dhe ajo turmë mund të kthehet fare mirë në popull kur u hiqet nga një lider, kur u hiqet nga njerëz të cilët më vërtet e shndrojnë ato në popull, se populli ka vetdije, turma nuk ka vetdije. Turma ka vetëm instinkt. Ka instinkt, mirë po, edhe të gjithë ata, edhe ato prostitutat që qajnë, edhe ata që drogojnë, edhe të gjithë ata janë më të vërtet, dhe kjo turmë është më e vërtet se gjithë pjesa hipokrite e shoqërisë që luajnë rolin e njerëzve të ndershëm, atyre me kostum, edhe që e shtrëngojnë mirë gravatën këtu. Ata koka e tyre ka shumë më tepër perversitete se gjithë kjo pjesë e kësaj turme për cilën unë e kam përshkruar. Besoj do kemi shumë ende për të folur dhe uroj të na dal koha sepse kemi arritur tashmë në fundin e pjesës së parë. If I Ain't Got You nga Alicia Keys e dëgjojmë dhe pastaj rikthehemi sërish në bisedë. E pash si tu hollua dhe tu anua qafa mbi supin e majt. Një njollë e madhe kushëremt mbeti atje prej dhëmbëve të mi. Ngulur si ushunjëza, ta thitha tër gjakun përzjer me lëngun e bardhë të gjëndrave të tua. E ndjeva si tu përpërlit shpirti. Rënkimi tu fondos në përfrym. Mu kryqëzove në prëhër, krah lëshuar, sy perënduar. Dashnori Krisht nga Rita Petro. E vijojmë bisedën me dashurinë erotike. Çfarë është dashuria erotike për ty, Rita? A është universale, a është thjesht fizike, a ka dashuri të smura apo të ndaluara? Të gjitha janë aty brenda, të gjitha mendoj se është një nga çmunduritë më të bukura që mund t'i ndodhi njeriu. Është ai momenti kur ti smer do të frym, ku s'rrit dot as një minutë, pa njeriu që do, kur janë larg, është ai vrapi i marr dhe që takojnë dhe puthen me njëri tjetrin kur ka përcen kufi, më duket se po tregoj për dashurinë time, kur ka përcen çdo kufi. Cili është kufiri më i madh që ke ka përcyer? Dhe sidomos në shqiptarëve që na kanë dar kufi, dhe s'ka gjë më të bukur se dashurosh një njeri që është për te kufiri dhe që ti mezi të ndalojnë të kalosh dhe ti mezi pret e zhbën kufirin. Që të takohesh. A është më vërtet? Është shumë e bukur. A është më vërtet një dashuri e ndaluar? Po, dashuritë e ndaluara normal tregojnë efektin më të madh të kësaj ndjenje. Pra, unë nuk e di se si e tregojnë ato dashuri të cilat pasaj janë në një farë mënyre të zyrtarizuara, janë dashuri dhe ato të bukura patjetër. Po mendoj që gjërat më të mëdha, librat më të bukur, filmat më të bukur janë bërë për dashuritë të cilat kanë kaluar në ekstremin sepse ja u kanë ndaluar dhe është e bukur, sidomos dashuria mëkatare, që të tjerët e quajnë mëkatare. Madje edhe Shën Valentini nga dashuria mëkatare u kthye në fest. Se nuk do ishte askush duke festuar dhe duke marrë dhurata në 14 shkurt. Nëse nuk do ishte kjo dashuria e ndaluar që ndonjëherë na trëm, por e duam. Dhe na pëlqen në të njëjtën kohë. Njerëzit që janë trima e hapin veten dhe janë gjithmonë bashkë me njëri tjetrin, mendoj. Do të thonë në çfarë do lloj rrethanash, në çfarë do lloj situatash apo kufizimesh që janë, ata që janë trima do ta realizojnë se s'bën.
ata të cilët gjithmonë nxjerrin arsye, mendoj ose janë frikacak, ose njëri nga partnerët nuk do dhaj shumë. Kush nxjerr justifikime, dijeni se aty nuk ka dashuri të fortë, ose nuk ka trimëri të fortë. Trimëri të fortë, kjo ishte shumë e bukur. Rita që ta kuptoj pak më mirë, po bëj një pyetje që as vetë nuk e kuptoj pse po e bëj në një mënyrë të tillë. Jepi e. Po mbase duke biseduar me kohën fillojmë edhe kuptojmë edhe kuptohemi. Cila është harta poetike, gjithmonë flasim, që ti ke në kokë sa i takon dashurisë erotike. Cilat janë pikat e referencës? Unë në fakt, kur flasim për seksin tjetër, kam 3 pika reference, babai, burri, dashuri. Mendoj se është një trekëndësh ku vërtitet një femër dhe do thoni ju po mirë pse e fute babain. Ama se mos na akuzojmë për që ta sqarojmë se unë jam mësuar me këtë gjë, por pse e futa? E kam shkruar edhe në romanin Lindës së Prati. Babai është figura e parë që një vajzë, se unë flas nga pozitat e vajzës, që e shikon edhe në mënyrën e bukur sensuale, sepse ajo në çdo gjë, në ndërtimin e trupit dhe në çdo gjë tjetër, ajo është kurioze që kur është e vogël ta shofi ç'a ndryshimi ka. Dhe kjo tek lindur së prapti duket që në faqet e para kur përshkruhet. Dhe ndodh brenda familjes, erotizmin e kemi brenda familjes, por çfarë ndodh? Ne pastaj mundohemi ta shkatrojmë veten si qenie erotike me rritjen tonë, edhe prindërit përpiqen as ato mos duken qenie erotike para nesh dhe as ne përpara prindërve. Pra, babai është i pari dhe vajza e adhuron, dhe si figura e babait, ajo kërkon atë me cilin do martohet. Pra, çdo vajzë ëndërron një burr me cilin do martohet, do përvellon e bardhë. Kështu më thotë edhe bashkëshortja ime mua për vajzën, se kemi një vajzë të vogël. Që vajza? Edhe thotë, more sa të shef ty, thotë baba, po si nuk është shkrirje si djali me nënën, ë? Pikërisht, dhe unë e kuptoj shumë mirë nga pozita e babait, po flas. Sepse kush ka në shtëpi, edhe vajzë ose edhe djali i dallon akoma më mirë. Në fakt, në familjen tonë kemi qenë 2 vajza dhe figura e adhuruar ka qenë normal figura e babait. Maja ka pasur gjëra tjera, po unë gjithmonë kam kënduar figurës babait, madje kam bërë dhe një poezi e dashur e babait që edhe ajo si poezi ka pasur shumë polemika. Por të rim tek trekëndshi, babai, burri i dashuri. Pra, babai është ai frymëzuesi, dhe sidomos kur është një baba që vërtet është edhe frymëzues, ose mund të ketë vajza që mund të mos i duan hiç dhe mund të mos i vlerësojnë hiç baballarët e vet. Po flasim për të përgjithshme, për një familje normale. Atëre burri. Te burri ajo do filloj të zhgënjeret, sepse gjithkohon do filloj ta krahasoj me babain. Dhe ndërkaq, kur je dhe është shumë e guximshme, ti mendon, po mirë, unë tani bëra ato jetën duke pasur një modelin babait, tani do bëj zgjedhjen time. Dhe i dashuri mund të ndodhi që ta njohësh edhe mbasi e martuar, po mund ndodhi edhe përpara. Po unë patjetër doja t'i futja këto dashuri të mëdhaja, të cilat mua si Rita, si femër më kanë formësuar dhe që i quaj shumë të rëndësishme në jetën time. Pra, edhe si figura simbolike. Duke qenë se në librat tuaj, shpesh thuaj se në pjesën më të madhe të rasteve figura qendrore është femra. Po, patjetër. Si është femra sot si figurë në Shqipëri? Pra, a ka ndryshuar sadopak apo thjesht jetojmë në një botë iluzive dhe besojmë që ka ndryshuar mentaliteti, ka ndryshuar perceptimi për një femër e cila është e arrir dhe bën gjithçka që të ndihet e përmbushur? Mendoj që ka ndryshime patjetër, dhe sidomos në rrethet ku ne të paktën punojmë, jetojmë. Nuk po flas për zona të tjera ku vërtet po gjithsesi unë mendoj që kudo ka një ndryshim të madh. Dhe duke u nisur edhe nga koha e komunizmit, që komunizmi bëri diçka të mirë dhe diçka të keqe, se tha gruaja do punoj patjetër,
por e shfrytzoi si një kal pune dhe më tepër se sa shfrytzoi dhe meshkujt. Dhe e burorizoi, do të thoja, e bëri si burr femrën, i humbi sensualitetin. Po nuk është ajo ideja. Mbas viteve 90, femra filloi të shfaqet dhe sensualitetin duke treguar që un jam edhe sensuale dhe e fortë, pra e fortë, nuk është si në ato pikturat e realizmit socialist që të tregojnë muskuj. Por realiteti është i tillë që un takoj shumë njerëz të cilët mund mos janë dhe mediatik dhe vërtet bëjnë një jetë tamam së bashku me partnerët e tyre, bëjnë një jetë shumë të moderuar, kanë lirinë e vet, kanë kërkesat e veta, ambiciat e veta. Shoh edhe në media dhe disa gra të cilat kanë krijuar ato figurën e vet në politike gjithandej, por kam edhe diçka. E besoni që ndjej që ka dhe falsitet. Pra, dhe tek ato, të cilat i japin një rëndësi shumë madhe pamjes së jashtme për të dukur moderne, kam qenë e pranishme në disa emisione televizive dhe jam çuditur nga mendimi aq provincial dhe aq i kufizuar i tyre dhe mundjen e kam vetëm për të bërë moral. Është e habitshme, por ka dhe figura tjera që janë dhe intelektuale që janë gjithmonë brenda një kostumi të caktuar. Dhe vërtet të vjen keq, sepse të gjesh më tepër në jetën tënde se sa ta gjesh në media një grua të tillë me sinqeritet të vërtet, mbas edhe tromben, sepse tani dhe rrjetet sociale bëjnë ato të vetën dhe gratë sulmohen shumë. Megjithatë unë do doja që ta shihja pak në një tjetër dimension, po them situatën e gruas. Do t'i bie shumë shkurt me një pyetje të drejtë për drejtë. Një grua që në konceptin tënd si poete, gjithmonë seksi, e zgjuar dhe e lirë, pse është e rrezikshme për një burr? Nuk po them për çdo burr të mundshëm. Sa e bukur kjo, se e kam dëgjuar për veten time që ma kanë thënë një e rrezikshme. Nuk dua të paragjykoj absolutisht gjithë burrat, se burri janë vetë në mënyrë absolute të mos keq kuptojmë këtu, po për disa burra. Se unë mendoj që një grua e rrezikshme është qenia më e veçantë që mund të ekzistojë. Po nuk është ajo e rrezikshme. Unë paktën nuk e kuptoj që e rrezikshme është ajo femër që ndonjëherë ne shohim një femër shumë seksi me forma të jashtëzakonshme dhe themi, po, aty do dilja dhe shohim ose me një cigare në dorë, kështu burrat që rrin rrotull, edhe ajo ndihet e mikluar nga këta lloj meshkujt dhe thotë, unë jam femra e rrezikshme. Unë të quaja të rrezikshme ato femra të cilat nuk e shfaqen asnjëherë rrezikun e tyre, por janë femra që marrin vendime dhe burrat e mençur këto lloj femrash i duan dhe për partnere, jo se nuk i duan, se ke dhe burra që të dashun e duan ndryshe, e gruan ndryshe. Por gratë e vërteta marrin vendime. Dhe vendime do të thotë që ti si asnjë rahat me një grua e cila është e lirë, sepse ajo nuk rri me ty për as për varësi, as për hir të fëmijëve, as për hir se keni bashkuar parat, keni bërë biznes. Ti mund t'i humbësh në çdo moment këto gjëra. Unë sa herë bisedoni me partnerin për këtë temë. Dhe ne e dinim shumë mirë që ishim dy persona të lirë, që për një gjë të vogël kur do humte liria e secilit nga ne nuk do ishim bashkë. Ja pra, mbas gjithë asaj dashurie të jashtëzakonshme që ke ka përcyer, ti nuk e shndron në varësi. Dhe prandaj them që njerëzit e vërtet marrin vendime, nuk bëjnë se gratë, e di si është puna, tër gjithë ditën, dhe kur vjen puna, falin edhe gjëra që s'duhen falur. Dhe kjo është shumë unë për vete, kur fal, unë nuk e përmend më. Duroj shumë dhe fal shumë dhe gjëra të cilat më prekin, se jeta është sakrifis, nuk mund të jesh ti me askënd botë, po nuk arritet falësh. Po çfarë do falje kur, për shembull? Kur të fillonte të mungonte për ditë liria ime në lidhje me pasionet e mia, në lidhje me miqësitë e mia, në lidhje me raportin e njerëzve që unë dua dhe që personi pranë meje dhe mund mos i do hiç. Di çfarë kam vënë re është diskutim që ndoshta mund të zgjas, po besoj në një rast tjetër është që shumica e femrave, vajzave që unë njoh janë të gatshme të sakrifikojnë lirinë e tyre vetëm për të marrë pak fare nga liria e tjetrit. Dhe më vjen keq realisht e bëjnë një kompromis të tillë.
e bëjnë dhe kjo është vërtet, ajo i fut akoma më tepër në rrjet dhe ajo i bën që ato të mos janë asnjëherë të lumtura. Kështu që e keni një këshill me vlerë të gjitha ju goca që nuk dini ç'të bëni tani. Mirë, ne do ta vazhdojmë këtë bisedë, s'kemi përfunduar akoma, se nuk mund ta lëmë ritëm të ikë kaq shpejt, vetëm pasi të dëgjojmë Electric Feel nga MGMT. Ja ku jemi rikthyer, jemi sërish në studio, jam me shkrimtaren, me poetin Rita Petro dhe me kolegen time Violon. Po flisnim për dashurinë, aty e lam, aty do rikthehemi. Rita, meqense ti mua shpesh më duket sikur po bëj kështu një paralelizëm me figurën e Nietzsches që bënte filozofi me çakan në dorë, duke thyer bam. Nuk e di sa qëndron kjo, po gjithsesi mund t'i afrohet dhe ti bën poezi me çekan në dorë, duke thyer tabut dhe duke Kam dhe ca vargje, i ke lexuar ato apo e the? Jo, e thash vet, nuk e kam. Ke kapur në dy gjëra. Vibe me ndor që kemi more. Një çekan që i bie kafkës time dhe e ndjej brenda kafkës. E kam varg. Mbaja atë çekanin në dorë dhe më thuaj sepse dua të kuptoj kur flasim për dashurinë. Dashurinë në dimensionin e saj më universal, dashurinë gjithëpërfshirëse, dashurinë që asesi nuk përjashton në asnjë rast. A jemi ne gati që të pranojmë, po them, si opinion publik, si shoqëri, atë dashuri që vetëm në pamje të parë, po them, nuk sjell fëmijë, dashurinë mes dy grave, dashurinë mes dy burrave? Unë vetë e pranoj, as e diskutoj, sepse mendoj që dashuria, e tham pak më parë, është një kimi trupi, kimi shpirti, kimi mendjeje, dhe jeta ka treguar edhe dy burra që dashurohen marrëzisht, siç ka treguar edhe dy gra që dashurohen dhe janë shumë gjatë dhe jetojnë me njëri tjetrin. Por dashuri që nuk lind fëmijë mund ndodhi edhe mes një çifti, burri dhe një gruaje, të cilët njëri prej tyre mund të mos bëjë fëmijë, mund të jetë në një moshë si mosha ime dhe mund të jenë dy njerëz që duan njëri tjetrin dhe s'bëjnë fëmijë. Pra pse duhet të paragjykojmë një çift i cili nuk lind fëmijë? Se duhet paragjykojmë dashurinë vetëm prej këtij fakti, të paragjykojmë dashurinë. Jo, ajo është e pamundur, nuk kemi se si mundet ta paragjykojmë, dhe se si mundet ne të urrejmë dy njerëz të cilët vendosin të flejnë në një shtrat bashkë. Po atëherë, pse bota tjetër s'pas ka të drejtë të merret me shtratin ton? Pse ne që kemi njerëzit më të ndershëm, shikon, ne e lidhim me karakterin. Kur duhen dy burra ose dy gra, ne e lidhim me karakterin dhe e quajmë edhe degenerim, se na kanë ngelur ca shprehje që nga koha e diktaturës, degenerim. Çfarë lidhje ka ajo me degenerimin? Se ti ke edhe një çift burrë dhe grua dhe mund të jenë vërtet njerëz të cilët mund të jenë pa moral. Mund të jenë njerëz, mund të jenë vrasës, mund të jenë kriminala. Çfarë lidhje ka që të lidhet një dashuri e tillë dhe ta lidhësh me karakterin e njeriu? Nuk ka asnjë lidhje. Flasim për dashurinë, dashuria është një lloj përgjigjëzoti, ja u ka dhënë të gjithë. Dhe fakti që edhe Papa, të cilën e humbëm, se humbëm një njeri mund të jenë dritur, edhe ai arriti ta pranojë një gjë të tillë. Kush jam unë që të gjykoj, tha? Arriti të pranojë që të thotë nuk është më e madhe se sa mëkatet e tjera, krimet e tjera, tradhtia midis burrit dhe gruas. Do të thonë ishte aq mundja hapur për të parë që këto janë mëkate njerëzore, sidomos mëkatet e trupit, e gjithçka tjetër, dhe kështu është njeriu, kështu jemi të gjithë. Edhe kur s'bëjmë një gjë na lind në mendje. Edhe ata njerëz të cilët hedhin atë guri mund të jenë njerëzit, unë jo njerëz vërtet të pamoralshëm që janë gati, i kanë gurët në dorë, ndërsa njerëzit që janë vërtet me karakter janë si Krishti që thotë unë s'gjej asnjë gur që të hedh tjerëve. Do shpresoj që ne e stepim veten ndaj të bërit gjërat që duam, sepse opinioni, turma. Patjetër. Rikthehemi sërish te turma. Nëse dikush do të të afrohet, do të të pyeste, ty Ritën që thyen tabu, si ta jetoj jetën time, çfarë do i thoje? Bëu i mençur që të gjesh një ekuilibër midis të bërit sakrificë për tjerëve, që do t'i bëjmë se s'bëjmë, se ndryshe nuk mund të jetojmë dot me asnjëri, dhe asaj që ti do ti, dhe që të jesh ti, emri yt ka vlerë. Dhe sot në shoqëritë moderne, individi është në vend të parë.
letërsia moderne, kinematografia moderne i jep një rëndësi shumë madhe jo kolektivitetit, i jep individit dhe vendit që zë ky individ do jeti si uaj i Camus, i cili lufton të zërë një vend në këtë rreth, apo do jetë një personazh që e tërheq vazhdimisht turma. Dhe këshilla ime është kjo, bëu i mençur dhe i guximshëm. Të gjesh ekuilibër. Ai mesiar që thon grekët. Pra, nuk është ajo e mesmja mesatarja që mund ta themi diçka mesatare që s'ka vlerë, po mesiar, të cilin të gjithë duhet ta gjejmë në mënyrë që se një jetë kemi. Unë mendoj dhe kam shumë vite që kam bërë e fuz veten tek njerëzit e lumtur, sepse pikërisht kam gjetur këtë mes të art. Rita, dashuria jote me Latifin është kaq e bukur, të paktën si e ke shprehur ti. Se unë nga jashtë e kam perceptuar. Aq e bukur sa që mund të ishte muzë për poet. Nuk e di, a ka qenë muzë për ty dhe këtu, në fakt dua të citoj një fjali të shkurtër që e kam lexuar së fundmi rilexuar së fundmi nga vëllezërit Karamazov të Dostojevskit, momenti kur Kallogjeri Murgu i thot Alioshës që largohu nga manastiri. Ky është amaneti im për ty, tek dhimbja ta kërkosh lumturinë. E ke gjetur lumturinë tek dhimbja? Shikoj, njeriu t'i dhëm dhe kur është në kulmin e dashurisë. Kështu që ti mësohesh me dhimbje, kur dashuron, dhimbjen e ke gjithmonë, e ke me vete. Frikën e humbjes e ke gjithmonë me vete. Dhe të bëhet aq e afërt, aq pjesë e lumturisë tënde, sa ti nuk dallon dot, ti ndash. Dhe pastaj edhe kur e humb, i ke prap të dyja, dhe lumturinë që e ke pasur, se mund mos e kishe kur, edhe i ke prap dhimbjen. Dhe mbasë është momentit kemi një përkufizim nga ju të fjalës dashuri. E këta përkufizim. Sigur po ju shpjegojmë studentëve. Dashuri do të thoja kur dy njerëz kanë vendosur të jenë me njëri tjetrin pa as interesin më të vogël dhe pa fare atë pjesën që neve mundohemi të krijojmë ato lidhjet e varësisë. Pra ata në çdo moment mund të jetojnë shumë bukur edhe pa njëri tjetrin, por kanë vendosur të jenë me njëri tjetrin. Mirë. Kemi edhe fjalë të tjera për të cilat do donim, të paktën mendimin e parë që të vjen në mendje, po e nisëm me dashurinë sepse është ndoshta ndjenja më sublime që ne kemi, që ne përjetojmë. Për mua është e udhërrëfyse në jetë. Unë as nuk shkruaj dot. Domethënë ideja është që jam e dashuruar. Edhe sikur mos kemi njërin krah, sepse kohët e fundit normal nuk kam në krah, po mendoj që është një udhërrëfyse në çdo gjë, në punën time më kanë ndihmuar shumë, në punën me librin, në profesionin tim, në biznesin që bëjmë në kompaninë e botimit, dhe mendoj dhe madje edhe kompania është ngritur mbi bazën e asaj dashurisë që kishim ne. Nuk dashuroni mua veti, dashuron dashuria por atë. Se kemi brenda vetes, dhe ata që e mbajnë të ndrydhur, mirë ata. Mirë, ideja e këtij formati që sapo e nisëm me Violën ishte që ne do të përmendim një fjalë dhe ti shkurtimisht do thuash sintezën tënde të kësaj ideje. Viola nisi me dashurinë, unë do ta vazhdoj me tabun. Tabuja është ajo gjë që njerëzit nuk në asnjë moment nuk duan që të ndodhi. Kanë atë skemën e vet në kokë dhe ai thotë nuk është e papranueshme për shumicën e njerëzve, patjetër. Po vazhdoj me edukimin. Edukimi. Unë gjithmonë kur flas për edukimin them prindër zhvishuni nga hipokrizia juaj, sepse ju çfarë s'keni bërë në të rinjt tuaj, çfarë s'keni menduar kur keni qenë fëmijë, dhe mos harroni asnjëherë këtë gjë. Sa më të sinqert jeni ju me fëmijët, sidomos me adoleshentët që kohët e fundit ka pas shumë probleme, sa më të sinqert jemi, më fëmijët mirë do bëjnë. Me 3 fjalë, gruaja shqiptare. E bukur, e fort, por jo aq sa duhet për të marrë vendime, dhe gjithmonë do që të ketë atë burrin mbi veten e vet dhe të pranojë më parë një burr se sa një grua nën veten e vet, por është dhe frymëzuese pasaj për burrin. E vazhdoj me lirinë. Çfarë mendoj për lirinë?
Për liri me të drejtën mendoj një fushë të hapur, ku vërtitem, ku rrotullohem, me krahët e hapur. Lumturi nuk ka gjë më të bukur se sa të ndjesh e lirë, po e lirë me këmbën në tokë. Pra liria e ka vlerën e vet kur ti ke përgjegjësi. S'ka liri kur ti s'ka asnjë lloj përgjegjësie. Të fitosh lirinë me një partner në krah, me fëmijë, me njerëz rreth e qark, me përgjegjësi punë, mishe të gjitha, atëre bukuria është e lirisë. Shpresa me 3 fjalë. Shpresa më tepër për mua ka lidhje me momentet e fundit. Shpresoj shumë të kem 2 sy që më ngulen thellë me dashuri, një dorë të ngrohtë mbi dorën time dhe një tunel që më çon drejt dritës. Ishte shumë e bukur. Fuqia. Fuqia shpirtërore mendoj se ja kalon edhe fuqisë fizike, nuk është fare patetike, por mendoj se një shoqëri e vërtet emancipohet nga fuqia shpirtërore e njeriut. Kujtimi. Mos u bëni asnjëherë pengë kujtimeve. Kujtimet le të na frymëzojnë për jetën tonë, më të bukur, edhe pas kujtimit. Dhe e fundit, ndryshimi. Era e ndryshimit. Më kujtues Scorpionsat. The Wind of Change. Ai shumë pëlqen ajo këngë. Unë asnjëherë nuk besoj që do pajtohem me monotoninë, do jem gjithmonë ndryshim, do jem gjithmonë për krah të rinjve, do jem asnjëherë s'do shaj brezin, edhe asnjëherë ndryshimi s'do ta quaj të keq, ndryshimi është gjithmonë për mirë, era ndryshimeve do na vi se s'bën dhe lum kush është i hapur ndaj erës së ndryshimeve dhe ti heqi ato kopsat që tham, ato gravatën. Ne vajzave ju vajzave do ju duket edhe gjoksin mbas edhe neve, po burrat le nxjerrin gjoksin e tyre. Nuk ka më bukur se të zhvishemi përpara erës së ndryshimeve. Dhe shkojmë tek një tjetër rubrik e emisionit. Do doja ta kisha shkruar vet ose nëse do ta bëje ti, si do ta bëje. Po shumë shkurtimisht, se jemi në limitet. Një libër shqiptar që do doja ta kisha shkruar ti, përveç librave tu që i ke shkruar ti. Kronikën në gur. Okej, e bukur. Çfarë do ndryshoja ti, do sille një element ndryshe? Te Kronika në gur, do sille atë që kam sjellë unë te lindur së prapthi, këndvështrimin e një vajze, sepse atje kemi këndvështrimin e një djali. Shumë e bukur, shumë e bukur, shumë e bukur. Një autor i huaj që të ka bërë të ndjesh e vogël përpara fjalës. Pra një autor i huaj që vërtet e adhuron, po themi. Po deri si poet. Një fjali që do doje të mbetej pas nga ti. Rrezikun e kam veshur drejtë në trup si një elek antiplumb. Vazhdojmë. E ke provuar Viola ta veshësh? Rrezikun drejtë në trup si një elek antiplumb? kam tentuar. Apo ke mbajtur dhe një robë? Po. Kam mbajtur edhe një robë poshtë. Që unë e kam veshur drejtë në trup. S'po pyes çfarë robe ishte bukur. Pambuku, lino, më ndafsh. Ishte më e thellë se kaq more çuna. Shpejt. Ne çunat jemi të cegët gjithmonë. Mirë. Një poezi që ka ndikuar në jetën tënde. Një poezi që ka ndikuar. Në mundsh e Kiplingut. Në Kipling, po. Një libër që të ka bërë të ndryshosh perspektivën për diçka. Është e Scott Pekut, tash libra artistik kemi sa dush, por kjo vërtet në një farë mënyre më ka ndihmuar në jetën time, se është rruga në të cilën në radhë shkohet dhe ishte pikërisht ai momenti që isha në fazën më të vështirë të jetës sime, do ndahesha, do bashkohesha me partnerin, do bëja biznes, çfarë do bëja me vajzën, ku do lëvizja, do merrja një thes në krah e do hikja diku dhe si do e ndërtoja, sepse unë gjithmonë kur kam bërë ndryshime, kam bërë kam menduar për mbi shpatullat e mia, jo ta bëj me dikë tjetër. Kështu që rruga në të cilën radhë shkohet e Scott Pekut që e përkthenim bashkë me partnerin tim në kohën e dashurisë. Dhe e fundit, se jemi vërtet në fund, një libër që e konsideron të pamundur të shkruhet ose nuk do ta shkruaje dot. Ne së fundmi
kemi botuar Daullja prej letre e Günter Grassit, që është një kryevepër e jashtëzakonshme dhe ai një shkrimtar vërtet i rrezikshëm. Edhe kur e lexoj atë them, kur të shkruaja unë një libër të tillë. Mirë, e morët edhe sugjerimin se çfarë të lexoni, që është dhe njëherë Daullja prej letra, ajo është trilogji në fakt e Günter Grass. Një sugjerim shumë i mirë kam përshtypjen. Rita Petro, të falenderojmë shumë që erdhe në Kinotek në Sol, ishte një bisedë shumë e këndshme. Unë nuk kënaqja shumë, edhe s'do doja të mbaronte, por limitet e kohës si gjithmonë janë. Koha është ndoshta e vetmja betejë e humbur që ne dim prej fillimit që e kemi me të. Limitet na mësojnë edhe se sa e vlefshme është diçka, se po ti ishte e pakufishme çfarë vlere do kishte. Kështu që të falenderojmë shumë, ishte kënaqësi. Dhe njësoj ju falenderojmë edhe ju miq të Kinotekës. Ne do të shihemi sërish të mërkurën e ardhshme në orën 17:00. Deri atëherë shijoni çdo moment. Bëfshi qejf dhe mirupafshim. Mirupafshim.